Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin në Monitor TV për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit dhe dinamikat që po ndodhin në Big Brother. E shikoj që shumica nuk e kuptojnë edhe nuk e dinë arsyen se si erdhi zënka kaq e madhe mes Gjestit edhe Eglit pas një momenti që ato të dy u sqaruan. Tani, unë do të ndaj një shkrim të një ndjekësit i cili mua më ka shkruar dhe shumë bukur për të sqaruar të gjithë këtë ngjarje. Problemi i Eglit edhe Gjestit filloi për gjoksin e saj të vogël, por Gjesti gjatë ditës i tha Eglit që po lahem sepse sonte do të bëjmë marrëdhënie. Dhe ajo u gëzua. Pasi shkuan të flenë dhe u pajtuan mbrëm, Egli kërkoi që Gjesti ta mbaj fjalën, por ai nuk e mbajti dhe aty prap filloi debati mes tyre. Zotëria thot, për mendimin tim problemi më i madh i këtyre debateve të tyre është po ajo çështja, pra marrëdhënia, sepse Gjesti gjatë gjithë ditës i thot të tregoj sa të flem kurse Egli kërkon atë gjë kur shkojnë me fjet dhe nuk e merr dot. Tani, unë mendoj që Gjesti nuk është i çmendur që të bëj marrëdhënie intime në kamera. Unë e di që kjo është një dëshirë shumë e madhe, sidomos e produksioneve që të kenë momente të këtilla ku Gjesti dhe Egli të kryejnë marrëdhënie intime, edhe pse janë përfolur një herë brenda shtëpisë së Big Brotherit për të kryer marrëdhënie intime, edhe unë e pash këtë momentin ku Gjesti gjatë ditës i thot Eglit që po bëj një tush sepse sonte kemi një natë të bukur, kemi një natë të gjatë, unë edhe ty do të kryejmë marrëdhënie intime, ndërsa Egli e mori këtë gjën shumë si të mirëqënë dhe shumë si të vërtetë. Më pas, domethënë gjatë darkës nisi diskutimi për gjoksin e saj ku Gjesti në një farë mënyre ofenduese apo bullizuese kundërdrejt Eglit i tha që unë e shoh që ti e ke gjoksin shumë të vogël dhe këtu nisi zënka e madhe, pastaj u pajtuan dhe në darkë Egli priste që Gjesti, domethënë të bëjë një diçka më shumë me të. Nuk e kuptoj pse Egli është kaq këmbëngulse për t'i marrë gjërat me forcë. Unë mendoj që nuk është e natyrshme, edhe nuk është e bukur për një femër që të tentoj kaq shumë për të marrë një puthje apo të tentoj kaq shumë për të marrë një marrëdhënie intime nga një djalë ku aty ka 100 kamera aty brenda. Pa marrë parasysh që këto të dy janë martuar, pa marrë parasysh që këto të dy kanë lidhur jetën e tyre, unë mendoj që Gjesti ka të drejtë deri diku që po respekton këtë publikun jashtë. Tani, Egli me njëherë eskaloi muhabetin që ti ke femër tjetër dhe ti je për femrat e tjera, ti ke mendjen të femrat e tjera. Këtu nisi dhe pika e xhelozisë së Eglit kundërdrejt marrëdhënies së Gjestit dhe asaj që sipas Eglit mbrëm që e fliste gjatë gjithë kohës, Gjesti mund të fshehan jashtë. Gjesti nuk fjeti mbrëm me Eglin, dëshironte që të flej vetëm sepse ishte i mërzitur ndaj të gjitha fjalëve që tha. Tani, a e çoi Gjesti muhabetin deri në grindje kaq të madhe që të mos të kryen marrëdhënie me Eglin dhe të mos të jetë afër me Eglin si një çift, apo ishte Egli ajo e cila me këmbëngulje më të madhe kërkonte një marrëdhënie të ketë me Gjestin? Këtë nuk mund ta themi sepse që të dy ishin shumë të zgjartë në debatin e tyre. Për shembull, në një kohë kur Egli u shtri në krevat dhe përqafoi Gjestin edhe Gjesti e përqafoi Eglin dhe më pas të dolën në krevatin ku ato flenë dhe rregulluan krevatin që të kalonin një natë të bukur të dy së bashku. Dhe Gjesti i tha që unë këtë gjëra i bëj sepse nuk mundem dot të rinë në shtëpi pa bë budallalliqe të këtilla, e morëm si të mirëqen, po pastaj domethënë çifti, pasi që nuk kishte një moment intim së bashku, Egli dhe Gjesti eskaluan nga normaliteti dhe u grindën jashtë maste shumë mes njëri tjetrit. Unë mendoj që Gjesti këtë gjën e ka të turpshme ta bëj para publikut, edhe pse me Xhenetën ka qenë i mbyllur në dhomën e kuqe apo në dhomën e surprizave, sido që ta quajmë në Big Brother dhe nuk është se kanë bërë ndonjë diçka. Xheneta e ka shpjeguar me detaje këtë momentin që thjesht më ka puthur, më ka përqafuar, më ka dhënë një lloj ngrohtësie që asnjëherë nuk e kisha ndjerë në jetën time. Të paktën këto fjalët ja ka thënë Gresës pas daljes së Gjestit, por gjithsesi, domethënë Gjesti po bën po të njëjtën gjë me Eglin. Ndoshta është ky problemi i kamerave që Gjesti e ka në shtëpi, apo ai
turpi që edhe mund ta shohini jashtë. Okej, unë e kuptoj gjestin në këtë moment plotësisht, sepse normalisht që nuk është etike dhe e bukur që të kryejnë marrëdhënie intime brenda Big Brother duke patur 100 kamera dhe nuk është njerëzore. Por nga ana tjetër, do me thënë, është e çuditshme fakti pse Egli është kaq këmbëngulëse dhe pse e quan kaq normale për të krijuar një marrëdhënie apo për të kryer marrëdhënie intime brenda në Big Brother, duke e ditur se të gjithë kamerat, do me thënë, janë të pozicionuara dhe po i shohin ato. U duket ju e turpshme apo u duket juve e tepër që Egli të kërkoj marrëdhënie intime me gjestin brenda në shtëpinë e Big Brotherit, duke parë gjithë ato kamera dhe duke e ditur se sa është shikueshmëria që edhe prindërit në fund të ditës shohin dhe i ndjekin këto, dhe pse duhet Egli të bëhet xheloze, në qoftë se gjesti nuk bie dakord që të kryejë marrëdhënie intime brenda në shtëpinë e Big Brotherit, për faktin sepse i pengon ndoshta edhe normalisht të gjitha ato kamera që janë duke ndjekur gjestin. Dua të marr mendimin tuaj sepse puna e marrëdhënieve intime ka qenë në fakt shumë e përmendur brenda në shtëpi, janë grindur edhe tek sauna për këtë pjesë, do me thënë më pas martesës Gjesti dhe Egli, siç duket, po grindjen jashtë mase shumë për këtë, pse nuk kryen marrëdhënie intime në Big Brother.